Një tjetër viktime kemi sot në emisionin ton, I cili sot e pati ditë pushimi dhe ne e flijuam që të vi, që të sjellë edhe energjinë e tij pozitive. Jo, ky tha po. Ky tha po, dhe kush tjetër përveç se Maksi, Mirëmëngjesi. Po ai ishte kundërta, unë thoshja jo, edhe ju tha po. Kjo nuk është e vërtet, këto janë shpifje janë të mëngjesit, por më thuaj. Skema. Do paguan dikush shumë drejt këtë gjë. Si ishte koka apo pi? 99%. Mos dritro, mos e vazhdoni, se do ta I them unë këtu, a jemi live. Do ta testojmë pas emisionit. A jemi live, më thuaj. Live jemi. E po, miq dashur, ne fillojmë këtu tash te këndi I sportit. Dhe do thënjet e famshme të cilët kanë dalë disa meme interesante, që në sport, zakonisht në sport ndodhin këta memet interesante, që është koka po pil, është ajo a jemi live. Ajo pjesa zgjedhës nëse I zgjedhin natyrisht referi për zgjedhjen e pjesës të futbollit mes dy kapitenëve, nëse pëlqen këtë anë ose anën tjetër mos ketë mosmarrëveshje, hudet ajo pjesa e kohës, moneda dhe përcaktohet ku do të luajmë, po. Po zakonisht maqedonisht I thuhet kjo? Po maqedonisht. Unë mendoj që t'ja fillojmë intervistën. Do ta lëm në vitin 2026 ka glava, më duket. Më duket se ashtu. Unë mendoj që është më mirë që ta vazhdojmë me intervistën e ditës sepse unë Kurbani nuk do të mbetem sot. Ja, jo. Unë do doja që fillimisht me Maksin ta diskutojmë këtë temën e ditës sotme, si e kemi zakonisht, edhe rendi është. Sot temën e kemi Maksi, viti që lëm pas, çfarë na mori e çfarë na la. Si ma hirë klasin. Po, si shoqëri e dim se kanë po, natyrisht, secili e ka pjesën e përjetimit të tij, natyrisht viti I shpejt, 365 ditë, më duket se dje ishte viti I ri që festonin 2025-2026 dhe tani 2024-2025, ndërsa tani 2025-2026. Me të vërtet një vit I shpejt I vrullshëm, pjesa ndoshta negative do gjëra, por nuk do t'i përmendja ato, do t'i lëmë anësh. Nuk në le dritojmë. Pjesa e bukur është që ka ndryshime në atë pjesën e aspektit profesional. Besoj që do t'jeti I suksesshëm gjatë vitit 2026, do t'jeti edhe më shumë, I dallueshëm, me një angazhim tjetër, plotësues dhe besoj që do t'japim maksimumin edhe në atë pjesë, në atë fushë, por të treguar se aftësitë tona natyrisht janë të çmuara edhe në vende tjera, dhe kjo është ai satisfaksionin më shumë personal. Sigurisht. Shërbeti I gjithë vitet? Natyrisht shërbeti ka qenë I holl përbëhet nga sheqeri dhe pastaj futet ujë, tretë. Në 19 në mëngjes, okay, e them vet. Fatkeqësisht sheqeri nëpër markete dikur peshonte 1 kilogram, sot shkruan 1 kilogram, po peshon 700 gram. Dhe nuk varësisht prej ofertës, në disa ka që shkruan në paketime është 900 gram, dhe mund ta paguash me 2 ngjyra, është e bardha ose super e bardha, ose është më imte dhe pak më e trashë. Është shkrir duke Flasin ardhur. ekspertët e sheqerit. Gramazha mungon. Kemi një mesazh që thot, po ku gjetet që të di me Maksin o dritër Anilen, atë një ish kolege që kemi pasur. Përshëndetje për Anilen. Ku gjeta, unë më pyes për Anilen. Shumë mirë. Taksirat.